Përshëndetje nxënës, në lëndën histori do të punojmë temën veprimtari praktike, lindja dhe përdorimi i kalendarit, ku nxënësi kërkon, përshkruan dhe krahason lloje të kalendarëve që janë hartuar nga popuj të ndryshëm gjatë historisë. Paraqit në anë të fotografive dhe posterave, punë për kalendarët, mbledh kuriozitete për nevojat që kishin njerëzit për të ndryshuar kalendarët. Si fillim do të rikujtojmë njohuritë që kemi marrë nga mësimi i kaluar. Figura historike të qytetërinjve antike, ku do të rikujtojmë disa nga figurat më të njohura të historisë, nga Hammurabi. Ta kujtojmë sa i hartoi kodin e Hammurabit, Buda në Indi, Konfuci në Kinë, pastaj figura të tjera, Homeri, Pitagora, Perikliu, Platoni dhe Aristoteli, Aleksandri i Madh i Maqedonisë, Piro i Epirit, pra i mbretërisë ilire, Ciceroni, Virgjili dhe Octavio Augusti. Këto ishin disa nga figurat historike që njohim nga historia e lashtë deri në periodat të hershme të historisë. Këtu shohim një kalendar i kohëve të hershme. Pra që në lashtësi njerëzit u nevojitej të përcaktonin kohën, të matnin kohën, në ditë, në javë, në muaj, për të përcaktuar veprimtari të ndryshme. Kështu që lindi nevoja e përdorimit të kalendarit dhe filluan të hartoheshin kalendarët e parë. Atëherë në faqen 60 do të hapni librin Lindja dhe përdorimi i kalendarit. Kalendari është një mënyrë e llogaritjes së ditëve, javëve, muajve dhe viteve për të organizuar veprimtaritë e përditshme. Këtu kemi një kalendari i aztekëve. Pra shohim se si është punuar ai. Shohim dhe kalendarin e ditëve të sotme. Kujtojmë dhe kalendarë të tjerë, siç ishte ai i egjiptianëve të lashtë. Situatët të nxënin, kalendarët antik dhe modern. Në çdo familje sot e përdorin kalendarin, po edhe ju vetë e përdorni atë. Ju njihni në kalendar fillimin apo mbarimin e shkollës, pushimet, festat. Kalendarët na ndihmojnë të organizojmë veprimtari të ndryshme. Qytetërinjtë antike përdorin kalendarët për të shënuar stinën dhe kohët. Disa kalendarë regjistruan edhe ngjarje historike apo fetare. Disa popull antikë që krijuan kalendare ishin babilonasit, sumerët, egjiptianët, kinezët, indianët, aztekët dhe fisët maja në Meksik, grekët antikë dhe romakët. Kalendarët modern i krijoi Papa Gregori i VIII në vitin 1582, pra kalendari që përdorim dhe ne sot. Por ky kalendar u përdor dhe nga Jul Cezari me disa ndryshime të vogla, u përshtat nga Papa Gregori. Ky quhet kalendari Gregorian, pra kalendari që përdorim ne sot quhet kalendari Gregorian dhe ka 365 ditë, ku njërë në 4 vite i shtohet një ditë, pra shkurti bëhet në 29 ditë. Këtë kalendare përdorin shumica e vendeve të botës dhe sot. Puna juaj, çfarë do të bëni ju? Mjetët, letër, laps me ngjyra dhe ngjitës. Turimi nga do t'i merrni të dhënat nga interneti ose revista të tjera që mund të keni në shtëpi. Po kryesisht në internet. 1. Gjeni foto të kalendarëve të popujve antik, të egjiptianëve, të majave, të fisëve maja,
dhe romakeve. Kërkoni të dhëna për këta kalendar. Pasi të gjeni të dhëna, ju thjesht mund të organizoni një program në telefonin tuaj, ku të keni edhe foto dhe përshkrimin e kalendarit, pra kujt visi i përket në lashtësi. Kryesisht do të kërkoni për egjiptianët dhe fisin maja, por edhe për sumerët, pra mjafton të gjeni kalendar të kohëve të lashta, pra kalendar antik. Pasi të gjeni kalendarin, do të përgjigjeni pyetjeve. Pse u krijua kalendari? Cilat janë llojet e ndryshme të kalendarëve që keni gjetur? Pse quhet gusht muaj i tetë i vitit, pra pse quhet gusht? Kush e bëri kalendarin që përdorim sot? Këtë e kemi edhe këtu në tekst. Pse ndryshuan kalendarët? Përgatisni një poster me foto e kalendarëve që shqyrtuat duke vendosur edhe të dhëna për çdo kalendar. Pra do të përgatisni një poster ose në një flet formati shkruani një kalendar të përshkruani atë. Pra nga cili fis u krijua, në lashtësi, si u përdor ai, çfarë ndërtimi kishte, sa muaj kishte. Paraqisni punën para klasës dhe dalloni të përbashkëta dhe të veçanta të çdo kalendari. Pra puna juaj, posteri ruajini për portofolën të nxënit Historia 5. Pra ju do të përgatisni një poster dhe ku do të gjeni informacion, pra në një flet format do të paraqisni informacion për kalendarët e antike. Gjeni informacion në internet dhe shkruani në një flet format. Pra cilët ishin kalendarët më të hershëm që u përdoren nga njerëzit. Mirupafshim.